Pra, ekziston një libër që paraqet një sfidë vërtet të thellë dhe shumë të vjetër. E po, në këtë material do të hedhim një vështrim pikërisht mbi argumentet që flasin për veçantinë e tij. Imagjinoni pak, një sfidë që ka qëndruar pa përgjigje për plot 1400 vjet. Sipas burimit që po analizojmë, kjo është sfida e Kuranit, dhe çudia është se ajo vazhdon të jetë po aq aktuale dhe sot e kësaj dite. Atëherë, le të zhytemi më thellë për të kuptuar se për çfarë bëhet fjalë. Mirë, për ta kuptuar thelbin e kësaj sfide, na duhet të bëjmë një udhëtim në kohë. Le të shkojmë në Arabinë e shekullit të 7. Po flasim për një vend ku poezia dhe elokuenca nuk ishin thjesht një hobi, por arti suprem. Gjua ishte gjithçka, dhe mjeshtrat e fjalës, ata ishin si mbretër. Dhe pikërisht në këtë mjedis, ku fjala kishte kaq shumë peshë, shfaqet një sfidë teje të drejtë për drejtë, e cituar direkt nga Kurani. Mesazhi ishte, le të themi, kristali qartë. Hajde, sillni diçka të ngjashme me këtë libër, nëse mundeni, nëse jo, atëherë pranoni se nuk jeni në gjendje. E këtu gjërat bëhen vërtet interesante, madje paradoksale. Sipas burimit ton, personi që e lëshoi këtë sfidë ishte profeti Muhammed. Dhe cila ishte veçantia? Thuhet se ai ishte analfabet, pra nuk dinte as të lexonte as të shkruante. Dhe jo vetëm kaq, por nuk kishte asnjë histori me poezinë. E megjithatë, ky njeri sfidoi një kulturë të tërë pikërisht në pikën e tyre më të fortë, në fushën e tyre të lojës. Dhe sfida nuk ishte statike. Sipas burimit, ajo u bë gradualisht, le të themi, më e arritshme. Në fillim u kërkoa, sillni një libër të tërë si Kurani. Kur kjo nuk ndodhi, sfida u lehtësua. Mirë, atëherë sillni vetëm 10 kapituj si të tijet, dhe kur askja nuk u realizua, kërkesa zbriti në minimumin absolut. Okej, atëherë sillni thjesht një kapitull të vetëm. Dhe cila ishte përgjigja ndaj gjithë kësaj? Sipas burimit, përgjigja ishte heshtje. Një heshtje shurdhuese. E kur fjalët nuk mjaftuan, kur pena dështoi, kundërshtarët zgjodhen shpatën. Kështu nisën betejat e famshme si ajo e Bedrit, e Uhudit, e Hendekut. Argumenti që paraqitet këtu është mjaft i qartë. Po të kishin mundur të përgjigjeshin sfidës me fjalë, përse do duhej të luftonin? Mirë, atëherë lind pyetja, çfarë e bën Kuranin kaq të veçantë, kaq të pakrahasueshëm, sipas këtij këndvështrimi? Burimi që po analizojmë flet për disa aspekte, disa mrekulli. Le të fillojmë me të parën, gjua e tij, fuqia dhe bukuria poetike. Okej, le të shohim një shembull konkret se si funksionon kjo. Burimi pretendon se edhe një shkronjë vetme mund të fshehë një thellësi të jashtëzakonshme. Për shembull, në një varg që flet për diellin, vetëm shkronja arabe lam jep fjalisë plot 3 kuptime të ndryshme, dhe të gjitha shkencore. Kuptimi i parë, që dielli lëviz në një orbit caktuar, i dyti, që po shkon drejt një destinacioni final kur energjia t'i mbaroj, dhe i treti, që kjo lëvizje e tij siguron stabilitetin gravitacional për planetet rreth tij. Të gjitha këto nga një shkronjë vetme. Sipas këtij argumenti, asnjë fjalë në Kur'an nuk është thjesht mbushëse, çdo fjalë është zgjedhur me një saktësi kirurgjikale. Për ta ilustruar këtë, le të marrim një varg tjetër. Do shohim një teknikë interesante, si përshkruhet fuqia e një dënimi të madh, duke përdorur fjalët më të vogla dhe më të lehta të mundshme. Shikoni me kujdes. Çdo fjalë këtu është zgjedhur për të minimizuar iden. Fjala nëse tregon diçka që mund të ndodhë, jo që do të ndodhë patjetër. Fjala prekje nuk është goditje, është kontakti më minimal. Fjala puhi është sasia më e vogël e ajrit që mund të imagjinohet. Edhe fjala për dënim është një nga më të butat në arabisht dhe përdoret emri i Zotit që lidhet me mëshirën. Pra, ideja është kjo. Nëse vetëm një puhi e një prekje të dënimit më të lehtë është kaq shkatërruese, atëherë sa i tmerrshëm duhet të jetë dënimi i plot? Dhe nuk është vetëm ajo që thuhet, por edhe ajo që nuk thuhet. Burimi argumenton se ka një mençuri të madhe edhe në këtë aspekt. Le të marrim fjalën të suksesshmit. Kurani e përdor këtë fjalë, por nuk e definon kurrë saktësisht se çfarë do të thotë të jesh i suksesshëm. Pse? Sepse kjo paqartësi e qëllimshme lejon që çdo kush ta mbush me kuptimin e vet personal. Për dikë suksesi mund të jetë shpëtimi nga zjarri, për dikë tjetër arritja e parajsës, për një të tretë takimi me Zotin. Kjo e bën mesazhin universal dhe thellësisht personal në të njëjtën kohë. Mirë, kjo ishte vetëm për gjuhën. Tani le të kalojmë te mrekullia e dytë që thekson burimi, shtrirja e tij. Dhe kur themi shtrirje, e kemi fjalën për një fushveprim thjesht të mahnitshëm që prek çdo aspekt të jetës. Pra, nuk është thjesht një libër për lutje apo rituale, as pak. Sipas burimit, ky është një libër që flet për gjithçka, për gjithçka. Flet për bind dhe kafshët, për psikologjinë e njerëzit. Kalon te shoqëria, ligji, diplomacia, pastaj hidhet te shkenca, astronomia, yjet.
kthehet pas në kohë te popujt e lashtë dhe pastaj shikon përpara drejt ngjarjeve të ardhshme. Praktikisht mbulon gjithçka, që nga momenti i krijimit të universit e deri te dita e gjykimit dhe çfarë vjen pasaj. Tani, mund të mendohet se një libër me kaq shumë tema do të ishte si një enciklopedi e thatë dhe e mërzitshme, por jo, dhe kjo na sjell direkt te mrekullia e tretë, rrjedha ritmike. Bëhet fjalë për muzikalitetin e fjalëve, ku tingulli, siç thuhet, jo vetëm që shoqëron kuptimin, por e përforcon atë. Le të marrim disa shembuj që ta kuptojmë më mirë. Ka një frazë që përshkruan ndjesinë e shtrëngimit në gjoks dhe thuhet se kur e thua me zët i lartë, tingëllon fik si dikush që po i merret fryma që po gulcon për ajër. Ose merreni suren hëna. Çdo varg i vetëm në atë sure, pa përjashtim, mbaron me shkronjën R, e cila në arabisht ka formën e një gjysmëhëne. Dhe shembulli i fundit, në surën që flet për përshpëritjet e djallit, vetë tingulli i fjalëve, ritmi i tyre, të jep ndjesinë e një përshpëritjeje të vazhdueshme. Vërtet interesant apo jo? Dhe pikërisht kjo rrjedh, ky muzikalitet, thuhet se është një nga arsyet kryesore pse ndodh diçka jashtëzakonshme. Miliona njerëz në mbar botën e kanë mësuar përmendësh të gjithë librin. Dhe nuk po flasim vetëm për të rritur, por edhe për fëmijë fare të vegjël, madje edhe 5 vjeç. Dhe tani arrim te pika e katërt, ndoshta një nga më të debatuarat. Po flasim për pretendimet shkëndësore të Kuranit, të cilat burimi i ynë i paraqet si një uri që ishin, le të themi, shumë përpara kohës së tyre. Lista është mjaft e gjatë. Përmenden koncepte si zgjerimi i universit, zhvillimi i fetusit në 3 fazat e errta brenda mitrës, errësira e thellë në fund të oqeaneve, shtresat atmosferës, fakti që gjurmët e gishtave janë unike për çdo njeri, madje edhe roli i erave në pjalmimin e bimëve. Dhe këto janë vetëm disa prej tyre. Tani, pika kyçe këtu, sipas argumentit, është kjo. Të flisje për këto gjëra 1400 vjet më parë ishte si të ecje në një fushë me mina, një lëvizje e gabuar dhe gjithçka do të hidhej në erë shekuj më vonë. Merrni për shembull Isaac Newtonin. Vetë Newtoni, gjeniu i fizikës, besonte se universi ishte statik, i palëvizshëm. Ndërkohë shkenca sot ka vërtetuar pa asnjë dyshim se universi është në zgjerim të vazhdueshëm. E po, burimi pretendon se ky koncept gjendet qartësisht në Kuran. Dhe pretendimi final i burimit është mjaft i guximshëm. Thuhet se pas shekujsh të tërë studimit dhe analize nga skeptikët dhe besimtarët, numri i gabimeve shkencore të vërtetuara që janë gjetur në Kuran është 0. E kështu, i kthehemi sërish pikës së nisjes. Sfida letrare, e mbështetur nga këto 4 pika që përmendëm, gjuha e veçantë, shtrirja e pafund, rrjedha ritmike dhe pretendimet shkencore, mbetet ende në fuqi. Sipas burimit që analizuam, kjo është një pyetje që ende pret një përgjigje. Dhe meqense ishte vetë Kurani ai që e nisi këtë sfidë, ndoshta është me vend t'ia lëm atij fjalën e fundit, ashtu siç bën edhe burimi ynë. Ai e mbyll gjithçka me një pyetje të drejtë për drejtë, një pyetje që të lë të mendosh. A nuk meditojnë ata pra mbi Kuranin, apo ka dryna në zemrat e tyre?